God kväll. Det finns ingen fredlig lösning på konflikten i Kosovo. Det finns bara en militär lösning. Det säger Kosovos befrielsearmé som den kallar sig i en unik 8 dagar intervju. Rörelsen bedriver väpnad kamp mot det serbiska styret i Kosovo-provinsen i södra Serbien där 90% av befolkningen består av etniska albaner. Det har varit mycket oroligt och mycket våldsamt där på sistone som bekant. Kosovos befrielsearmé har länge varit höljd i dunkel, men nu har Milaim Seka, journalist vid Sveriges Radio, träffat och intervjuat ledare för 8 dagars räkning. Det skedde i Albanien för några dagar sedan. Och Milaim Seka, hur ska vi kunna vara entydigt säkra på att det verkligen är ledare för Kosovos befrielsearmé? Vi ska se, de är tungt maskerade. För det första, de framstår med ett namn som är trovärdig för mig som journalist, i och med att de framträder offentligt för första gången, och de skulle aldrig våga ta risken att framträda om de inte hade varit med i Kosovos befrielsearmé. Alla erkänner nu att Kosovos befrielsearmé finns, men det är första gången som de ger en intervju. Och för det andra, jag har andra uppgifter som styrker detta. Absolut. Hur kommer det sig att de ställer upp just nu? Det handlar om trovärdighet i första hand för Sveriges television och för mig som journalist, och som har, alltså jag själv kommer därifrån, och jag är en känd person för dem och för albaner. Jag själv har suttit i fängelse på 80-talet i Kosovo. Jag är en aktivist för mänskliga rättigheter i hela forna Jugoslavien och hela Östeuropa i Albanien. Och jag tror att det var det, alltså det handlade om trovärdighet. För att det är inte lätt för dem att träffa liksom vilken som helst. Okej, vi återkommer till dig, Milaim. Vi går vidare till reportaget nu där en av ledarna börjar med att tala om tidigare attentat. Ti përmend me numër është e vështirë sepse ato janë të shumta, por të gjitha aksionet që janë kry kanë qenë të drejtuara kundër pushtuesit serb në Kosovë, kanë qenë të drejtuara kundër njësive policore dhe ushtarake dhe kundër kolaboracionistëve të pushtuesit. Cili është, desha ta pyes Antonin, cili është qëllimi, për çka lufton ushtria lirimtare e Kosovës? Ushtria lirimtare e Kosovës në parë lufton për pavarësimin dhe jetësimin e Republikës Kosovës. UÇK-ja lufton për të çliruar trojën shqiptare. Ajo në vetën e saj ka një platformë të saj politike dhe ka një rregullore të caktuar ushtarake, jashtë të cilës nuk mund të delet. Qëllimi final i ushtrisë lirimtare të Kosovës është që pushtuesit, në veçanti forcat ushtarako-policore, të dëbohen nga trojet shqiptare dhe pastaj të bisedohet për zgjedhjen e problemit i cili është evident në Ballkan, dhe pas zgjedhjes të cilit nuk mund të ketë qetësi as paqe në Ballkan dhe as në Evropë. Både politiska ledare i Kosovo med presidenten Rugova i spetsen och det internationella samfundet har kritiserat och tagit avstånd ifrån befrielsearméns aktioner som terrorism. Under 2 år har gerillan sagt att de ligger bakom minst 60 olika aktioner. Men det är först med den serbiska sidans så kallade upprensningsaktioner i sin jakt efter gerillan som befrielsearmén fått en verklig politisk kraft, menar USAs sändebud i området. I think President Milosevic has done an absolutely remarkable job of acting as their best ally. He has taken a tiny group that nobody had ever heard of, and he has transformed them into an organization that is now world known. Jo, këtu është më shumë përpjekjet e administratës dhe diplomacisë serbe që në opinionin ndërkombëtar ta paraqesë ushtrinë shqiptare të Kosovës si terroriste. Këtu do të lidhesha edhe me qëndrimet në fillim gjatë vizitës së parë të Gilbardit në Beograd, ku tha që edhe ushtria shqiptare e Kosovës na qenë ka terroriste. Por deri më sot dhe në platformën e ushtrisë shqiptare të Kosovës
nuk luftohet vetvetiu terrorizmi dhe deri më sot dhe as në të ardhmen ushtria shqiptare e Kosovës nuk do të angazhohet për të vrarë popullsi civile, gra, fëmijë, pleq, objekti i ushtrisë shqiptare të Kosovës do të jenë vetëm forcat e armatosura dhe bashkëpunëtorët e okupatorëve të trojeve tona. Do më thonë të vrasësh polic, ju nuk konsideroni që është akt terrorist? Nuk është akt terrorist, sepse në Kosovë policë nga Serbia s'kan pse vinë. Ne jemi mbi 90% e popullsisë është shqiptar. Dhe në kuadër të kësaj popullsie, policia mund të organizohet vetë, sepse popullsia ka objekt kriminalitetin, jo ta marrë një popull të shtypur. Pse doni të vdesni? Cili është motivi që ju si ushtar, do më thonë djem të ri, doni me vdek? Arsyeja shkurt të themi është domosdoshmëria për të shtliru nga pushtuesi. Përderisa është e domosdoshme të shtlirohemi, ne do të sakrifikojmë çdo gjë për shtirimin e Kosovës. A do të kishi pas dëshirë me u zgjedh problemi i Kosovës në rrugë paqësore apo në përgjithësi? Në fillim të viteve 90 u kriju një mendim që bashkia ndërkombëtare do të interesohet për gjitha çështjet e popujve, në veçanti për çështjet e pazgjidhura të popullatave të cilët kanë mbetur jashtë kufive dhe u kriju një mendim që ne si shqiptar do të shlirohemi me laps, do të shlirohemi duke ngritur gishta, duke ndezur qiri. Pritja e gjatë dhe suksesi i politikës, një politike pa suksesshme që u ndosh në Kosovë dhe pa rezultat, na detyroi që ne të bëjmë diçka, të organizojmë